Kujdesi për sigurinë tonë përderisa jemi online në kohën e sotme digjitale është më i rëndësishëm. Me kërcënimet kibernetike që vazhdojnë në çdo cep, mbrojtja e informatave tona personale dhe e të dhënave të ndjeshme nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme. Fatmirësisht, në dispozicion kemi mjete dhe teknika të ndryshme për përmirësimin e sigurisë sonë në internet, dhe një prej tyre është autentifikimi dyfaktorësh. Siç thotë edhe vetë emri, autentifikimi dyfaktorësh i shton një shtresë të dytë sigurisë kur duam të regjistrohemi në llogaritë tona në një platformë. Përveç futjes së emrit dhe fjalëkalimit, kjo teknikë kërkon një formë të dytë identifikimi, përpara se të jepet qasja në llogarinë tonë të përdoruesit. Autentifikimi dyfaktorësh mund të ketë forma të ndryshme. Një prej tyre është konfirmimi përmes SMS-it ose e-mailit. Pas futjes së emrit tonë të përdoruesit dhe fjalëkalimit në ndonjë platformë, sistemi dërgon kod të menjëhershëm në celularin tonë përmes SMS-it ose në adresën tonë të e-mailit. Më pas e futim këtë kod në platformë për të përfunduar procesin e hyrjes në llogarinë tonë. Një mënyrë tjetër është përmes aplikacioneve të celularit për autentifikim. Këto aplikacione krijojnë kode të menjëhershme që i përdorim për të verifikuar identitetin tonë. Pas futjes së emrit dhe fjalëkalimit, sistemi na kërkon kodin e krijuar nga aplikacioni i dedikimit si Google Authenticator ose Microsoft Authenticator. Në mënyrë tjetër, tokenet hardwareike, pajisjet fizike, zakonisht aksesorët e vegjël, përçelsat ose kartelat që i krijojnë kodet që i përdorim më pas për të verifikuar identitetin. Këta tokena janë ndoshta forma më e sigurt e autentifikimit dyfaktorësh, sepse nuk janë të cenueshme ndaj sulmeve hakere dhe phishing, por gjithashtu edhe më të shtrenjtë. Verifikimi biometrik, si metodë i përdor karakteristikat tona unike biologjike, siç janë gjurmët e gishtërinjve ose hnjoja e fytyrës dhe zërit për të verifikuar identitetin tonë. Por, pse është më mirë të aktivizojmë autentifikimin dyfaktorësh? Përgjigjja qëndron në dobësitë e fjalëkalimit. Pavarësisht përpjekjeve tona për të krijuar fjalëkalime të forta, ato mund të thyhen në mënyra të ndryshme, përmes sulmeve phishing ose përmes qarkullimit të dhënave. Pasi hakeri ose ndonjë faktor tjetër keqdashës të marrë qasje në fjalëkalimin tonë, ai në thelb ka zotërim të lirë mbi llogarinë tonë të përdoruesit, gjë që mund të shkaktojë dëm të madh. Megjithatë, me autentifikimin dyfaktorësh, madje edhe nëse fjalëkalimi ynë hakohet, sulmuesi do të nevojitet qasje në faktorin e dytë. Kjo do t'i krijojë atij një pengesë shtesë në të cilën duhet ta tejkalojë. Masa e tillë e thjeshtë, por efektive, mund të parandalojë shumë kërcënime kibernetike, si hyrjet e paautorizuara, vjedhja e identitetit dhe mashtrimi financiar. Aktivizimi i autentifikimit dyfaktorësh është relativisht i thjeshtë dhe ato e ofrojnë shumë shërbime online, platforma për mediat sociale dhe për postat elektronike, institucionet bankare dhe shumë të tjera. Autentifikimi dyfaktorësh është një mjet jetik në luftën kundër krimit kibernetik. Prandaj, të ndërmarrim hapa për ta mbrojtur sa më mirë identitetin tonë digjital në botën e sotme të lidhur.